Po ja, dikush na shkruante. Një mik që na dashka të mirën. E na thoshte se vajza juaj është ngatëruar me një djalë jo të mirë, nga një familje e çturur fare. Biri një babai dallavera gjë që ngatëron dynjan. Lore, gjithë të zezat ishin shkruar atë letër gjës, ishin në pathën, skandaloze ishte. Vani, ta shtyp këtë kokën në gjokë. Çfarë vani më i grua, çfarë vani më i dashur më. Si u prisin ta njerëz shumë më qafë si u prisin. Vetëm unë them ndonjë që pa dashje, ndonjë keq kuptim do t'jetë se ja për shembull mua drejtori më njeh shumë mirë. Unë që se vërteta punën, edhe mund mos e kem shumë në qef shu, po unë përsa e njoh veten kështu, unë për të ndershëm e njoh veten apo jo me ty. Na falo Vani, po. Ajo letër ishte tamam për juve. Kjo është tamam t'ja për vetes bam. Megjithatë unë them pa dashje, ndonjë keq kuptim do të dëgjoj. Unë nuk e kuptoj se si arsyetoni juve, se sa për mendimin tim. Ai njeri që ka shkruar këtë letër, ai duhet të jetë një hipokrit. Ashtu Leri. Ndonjë intrigant. Ashtu me një jad. Ashtu më xhano shtershëm nuk merret me këto punë. Nuk jam kondra, po ndoshta ky agua që thoni ju kështu se ka patur hallin i varfrit dhe ja kam pyetur më kot agua. Jo po agushi tani. Nuk e kuptoj se sa zemërgjër që ngeni juve. Se të isha unë në vendin tuaj, atë njeri do ta kisha mallkuar 1000 herë në ditë se letra ishte skandaloze. Dhe ke të drejtë, më Liri, ke të drejtë. Dhe thuaj, ju thaf të dora që në razat i qeshtë letra. Jo, tamam kështu është Marieta. Tamam kështu është. Po, se edhe djali juaj, kur erdhi sot në mëngjes në zyrë, edhe mori vesh atë marifetën e letrës, ashtu. U bë tym fare. E tha se do ta çonte punën deri në gjyq. Edhe kështu të drejtë ai. Në gjyq. Në gjyq që të kemi të shohë. Avash me këto gjyqe thuaj atij se ndoshta se ka patur me ne ai. S'ka patur. Kishte gjë konkretisht me emra ty Jovan Breku? E pa treguar s'kishte. Konkretisht me emër nuk ishte. Nuk ishte. Por letra thoshte që i jati djalit që do vajzën ka 1000 të zezat. I jati jeti, na e sjarok mua bëjë. Babai ti unë. Unë nuk jam kondra babai unë. Po për letra që Mirë, tani.